Imzot Simon Kulli I peshkëve diocezës së Sapos ka festuar 25 vjetorin e shugurimit meshtarak. Në meshën e shenjtë të zhvilluar në katedralen Shën Nën Tereza, Imzot Kulli e nisi fjalën e tij me falënderimin për prindërit që kanë mbështetur pa kushte në këtë mision, po ashtu falenderoi edhe besimtarët të cilët e kanë ndjekur udhëzimet e tij. Zoti vëllai forcë për të qenë si shembull të Krishtit, Mariu të mirë, gjithmonë I gatshëm që të adhurojë time për gritën që ai ka besuar dhe për marrë kishën e tij. Me lirë që të shprehim regionin e time të thellë para Zotit, I cili të zgjodhi mua, shërtor të padej, dhe me pushi nga shumë thirrje dhe bekime. Gjërat dhe prindërit e mi të pranishëm sot. Baba dhe nana, të pranishëm që ato me lindën dhe lindën dhe me lëkun, dhe me lejtë që t'i shërbej që se kuajtur dhe mundin të martirë shqiptar. Isha dashur që se cilë të përmendi me emër dhe të falenderoj për pranimin e tij. Mbështetje dhe lutje tuaja dhe bashkimi në punën paritore, ajo forca të cilën unë e gjej për ju. Kujtoni dhe lutni për mua. Ju falenderoj të gjithë dhe për sëmës. Që në meshën e parë për e ka kërkuar titull për të cilën ka qenë shpreha e fundit që unë kam nevojë për lutjet e tua, për lutjet gjithmonë tuaja, që edhe sot kërkoj masisë të cilëve njëri moment I kësaj fjale që kam nevojë për lutjet tuaja çdo ditë. Faleminderit e Zotit juaj. Një falënderim për Imzot Kullin bëri edhe Dom Gjergj Meta, presidenti I konferencës I peshkënore. Si shenjë konferencë peshkore e Shqipërisë, një dhuratë vogël është histori kuqe që është gjatë për tjerëve, por është të shenja e shëmjetit e Shqipërit. Në meshën e shenjtë e 25 vjetorit të shugurimit meshtarak të Dom Simon Kullit morën pjesë besimtarë të shumtë të zonës së Vaudesit dhe jo vetëm.